Jemi në spitalin klinik të Tetovës. Fatkeqësisht, ky spital, në vend që të jetë qendër e të gjithë qytetarëve ku do të gjejnë shërimin e tyre, është ndruar në qendër nepotizmi, korrupsioni, në qendër punësimesh të familjarëve, të cilët po bëhen nga udhëheqësit e tanishëm shqiptar brenda qeverisë së Republikës Maqedonisë së Veriut. Kryetari i Këshillit të Komunës së Tetovës, Naim Ismaili, i emëruar nga Bilal Kasami për të koordinuar punësimet në Spitalin Klinik të Tetovës, së bashku me koordinatorin e LD-s së Izet Mexhitit. Ata këtu po bëjnë një nepotizëm dhe korrupsion masiv. Naim Ismaili, siç e thash, i emëruar i Bilal Kasami që në bashkëpunim me koordinatorin e LD-s së Izet Mexhitit, këtu në Spitalin Klinik të Tetovës të koordinojnë punësimet, ai me të vërtet i ka koordinuar ata. Ka ratuar baxhanakun e tij, ka ngritur në pozitë bashkëshorten e tij, ndërkaq në disa reparte në pozitat udhëheqëse ka ratuar familjarët e tij të ngushtë. Pasi që Bilal Kasami ka kuptuar një skandal të tillë gjatë natës së premshme mes Bilal Kasami dhe Naim Ismailit, ka qenë një zjarr i madh, një zënkë e madhe e cila në fund nuk dihet se si ka përfunduar, sido që të jetë. Përderisa Naim Ismaili po rehaton familjarët dhe po bën nepotizëm masiv në Spitalin Klinik të Tetovës, mbi 100 motra medicinale, të cilët edhe gjatë periudhës së Covid-19 kanë punuar edhe pa pagesë në Spitalin Klinik të Tetovës, ata vazhdojnë që të presin vendimet e tyre të punës, ndërkaq brenda javës Naim Ismaili me vendime pune ka ratuar familjarët e tij të ngushtë. Përderisa për pak muaj në Spitalin Klinik të Tetovës kanë dalur qindra skandale si nepotizëm e korrupsion. Në këto momente kur pacientët e Spitalit Klinik të Tetovës përballen me mungesa të shumta barnash, me urdhër të Bilal Kasamit, Naim Ismaili, koordinatori i tij për të koordinuar punësimet në Spitalin Klinik të Tetovës, rehatoi familjarët. Ditëve në vim, TS do të publikojë me emra dhe mbiemra të gjitha këto nepotizma dhe skandale që i përmendëm në Spitalin Klinik të Tetovës. Qëndroni me ne, nëse ju pëlqen kontenti jon, follow.